Rikthehemi në studio, e cila është mbushur tani me mysafirët tonë. Në krahun tim të majt është Kaula Aziri, kampioni i bowlingut. Faleminderit shumë që jetonte me neve. Në krahun tim të djathtë është Ganepa Ajaziti, kampioni i Kosovës në bowling. Faleminderit shumë që jetonte me neve. Ndërqofshi, faleminderit juve. Edhe Nusret Aziri, a më thon kampiona ju? Kampioni i Kosovës i Shënfisht, tani më edhe trener i bowlingut, trener profesional me licencë prej Federatës Evropiane. Bowling. A është ti me vajzën, jeni dy tash në bowling, a është e vështirë me pas fëmijën pjesë të sportit, me qenë trajner? Po, nuk është edhe shumë e vështirë, por harxhimet janë më të mëdha. Për ndrysh, normal që afektohesh shumë më shumë se sa me një lojtar që se ki familjar, por shpesher është më lehtë se fëmia jot është edhe karakteri jot, kështu që shpesher është edhe më lehtë. Kaul, në aspektin e fëmis, me pas prindin, njeri me përvojë të sportit, a është një farë lloj benefiti për ty personalisht? Normalisht, për shkak që ki një njeri që shikon mbas tina veprimet që i bën ai, mundosh me i bë dhe te, dhe kur e din që ai person është prindi yt, ajo të shtyn hala më shumë, të motivon hala më shumë. Për ata që nuk e din, motiv jam kryesor për me fillu sportin e bowlingut ka qenë babi, ka qenë shtyt si kryesor, kjo ka bu domethënë të mundshme që dhone me qenë pra sot këtu ku jam. Po edhe lidhja normalisht ajo që e cekim fillim është nganjëherë emocionalisht pak më e ngarkume, për shkak që edhe prindi kur e shef për shembull fëmijën e vet sportiste në fakt duke arrit, ai e shef atë fëmijën e vogël që e ka po duke u rrit, po në të njëjtën kohë në anën tjetër kur të është për një humbje ose për diçka ai e shef fëmijën e vet tu humbe, është normalisht është pak e keqe për me u përjetu. Po më janë keqë që në prezencë mediatike ta pas ka kalu. Po, jo ty mos dhja keq. Po problemi është që ai është edhe qëllimi i trenerit, sepse përderisa treneri nuk mundet me nxjerr kalibër më të fortë se sa që është vetë, atëherë realisht edhe mundesh me thonë që nuk i edhe shumë efikas. Unë jo për Kaulin, po se cilin lojtar që kam tash, kam për shembull edhe Albin Osmanin, me cilin në San Marino kemi fitu medaljen e bronzë, që do të thotë Slovenia, Franca dhe Naimi kanë me medalje, kanë met mrapa Italia, kanë met Malta, kanë met shumë shtete të forta. E kam tani edhe Andin edhe Bindin, ata janë gjenerat më të re si Kaula, që është 17 vjet, kurse Albini është 23 vjet 4. Të gjithë ata unë tentoj mi bë shumë më të fortë se sa që jam unë, sepse nëse unë Faktën kjo është edhe detyra e trajnerit. Po detyra e trajnerit është gjithëherë me nxjerr kalibra më të fortë se sa vetë, sepse trajneri nëse o trajner i mirë fillt, ai gjithëherë tenton me te kalu pritshmëritë, nuk tenton me bë një lojtar vetë sa vetë, po diçka me bë shumë më të madhe. Ndalim tani pak te Ganiu, një garus me shumë përvojë në Kosovë, gjatë në sportin e bowlingut. Çka do të thotë realisht fjala bowling për ty personalisht? Për mua bowlingu është një sport shumë i dashur, edhe nuk e di çfarë që më shnum jam me bowling, se merrem me biznes, po më thon s'lum bowling. Ma nuk di pse jetoj. Qa që du? Do më thonë që mos i thuj se t'jo no. Jas, krytas, se bëm. Tash pjesëmarrja në kampionatin evropian të kampionëve, sa është e rëndësishme fillimisht pjesëmarrja dhe sa je i kënaqur me atë që është paraqit në këtë garë, jashtëzakonisht vështirë? Që pjesëmarrja është shumë e rëndësishme për neve, se na në këtë sport jemi pak të ri. Po, kur merr pjesë në kampionat botëror dhe në kampionat evropian në ACC, do thotë është një sukses, është një përvojë që në të ardhmen do të gjeneratët e reja na ja kena trasu rrugën bashkë me Nusretin, i cili po mos ishte Nusreti sigurisht që ky sport ndoshta kishte ngjesë para ca viteve, po ky ka shty me forcë, me karakter, me mundësi, me gjitha i ka pas në vete, do thotë që ka udhëtu 3 herë në ditë në Prishtinë, po ndaj 3 herë në javë, ka udhëtu në Prishtinë, edhe sa kena ardhi të momenti a të vazhdojmë apo
nalmi, ka thonë ja do të vazhdojmë se ja dalim. Do thotë ky është alfa dhe omega i këtij sporti. Seriozisht. Faleminderit gati. Si kom thonë ajer, po... Ja, po merita. E ka rujtë, pa thonë stam, pa konë 500 vjetë. Edhe të njëjtën kohë aty ka marrë pjesë edhe Kaula. Kaul, përvoj, e kënaqur me atë që u shfaq në këtë kampionat? Eksperienca që shta dhe Xhaxhigane janë normal për një sportist shumë primare, për shkak që jo veç në vendin tënd, po edhe kur delsh jashtë, kur të shesh vendet e tjera, profesionalizmin e shumë lojtarëve, gjona që i bën të aty rrjedhimisht, gabimet, mësimet që ai merr ato janë gjithmonë përvojë për një sportist. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për mu, po prapse nuk ka qenë hera e parë që kom dalë nga gara evropiane, për shkak që kom pas edhe eksperienca tjera. Normalisht gjithmonë njeriu do të më koni kënaqur me ato që ai bën, për shkak që dikush ndoshta ka prirje edhe synon për më bëu si ne, po në këtë garë nuk është një rezultat cilin përkatësisht e kom prit, kom mendu për shumë ma shumë, po prapse konkurenca ka qenë ma e madhe me thonë me një fjallë, edhe po të njëjtën kohë kom marrë shumë mësime, gjatë që janë vërtet për mu si sportiste, edhe ato mësime kemi me mundu tash sot jemi në Kosovë, për herën tjetër, dhe sa të vjen hera tjetër me mundu me i përmirësu. Me sa kuptova, në ti ke fillu me bowling profesionalisht, moshën 11-12 vjeçare. Po. Tash je 16. 16. Edhe brenda kësaj periudhe, me sa kuptova, ti ke qenë dikon në mesin e 8 më të mirave. Po, vitin e kalum, domethënë, kupën. Vitin e kalum njëjtën gara, po? Po, njëjtën gara. Pozita 8, mesin e 36. Më të mirëve të krejt këtij sporti. Po, të Evropës. Po flasëm për një moshë për shembull që konkurrencën kjo aty e ka pasën, të gjithat kanë qenë me 25 vjet, 27, në 30, 31. Do më thonë duk shumë ma me përvoj. Po sa çështu që shkoj që t'ja ma e re, ja. Pak. Po, edhe nuk është e lehtë, sepse bowlingu nuk e ka për shembull si sporte tjera, për shembull me marr judon ose ping-pongun, tash s'pedi po pe marr judon ma shumë se kemi përcjell, aty shkon me kilogram, shkon me kategori, e këtu s'ka kategori. Këtu hen me krejt. S'ki mundësi, unë i kom pas për shembull 2 lojtar. Nuk e kom pas mundësinë me shku me 7 lojtarë dhe mi pas 2 me një kategori, 2 me një. Unë i kom pas qita 2. Këto e kom 16 vjet, aja i ka pas për shembull 26, domethënë 10 vjet më shumë se kjo, plus kur të krahasojsh aja i ka 20 vjet përvojë nashta më shumë se sa ka ula, po pa dyshim na nuk shkoj me kushte, na jemi hin në garë, sepse çashtu është. Gara dhe është e njëjtë për të gjithë. Mirë, po Po nuk vishtë në detaj me të pyt, se kur jemi të gara. Për dëgjuesit tonë që mundën mos më konë shumë kyçën bowling, dhe mos me ditë për shembull rëndësinë e kësaj gare. Qysh i shpjegohet niveli i kësaj gare? Çka e karakterizon këtë garë ku kemi marrë pjesë? Ata që nuk kanë përvojë se nuk e njohin bowlingun, po e njohin futbollin, kjo është Liga e Kampionëve në bowling. Po, në bowling, kështu që këto shkojnë më të mirë të Evropës. Se tash parzët kur e mora shembullin e kategorive, në kategori për shembull ka raste kur për shembull na jem kampion në filon kategorinë edhe në filon kategori. Po. Mirë, po më të fortit e Evropës janë dikush tjetër, se janë do kategori pak më të mëdha. E bowling çaj më i forti, në 700 sportin tjetër ty s'bën me garu me të, po në kategori tonë ti e merr medalën e orë, na hina me çat fortin. E kjo për shembull u ka në vjet në top 8, kurse te Youth Championship që u kanë në Samsun Turqis, kjo u kanë e 4-ta. Në momentin e fundit, për me ndakit detaj me juve, në momentin e fundit kësaj na ju ka desht një lojë me bën 190, 195 për me marrë medalje. Domthon te Youth, European Youth, domthon më të mirë e Evropës, tritja u kanë e 4-ta. Në momentin e fundit me 2 gjujtje, kjo ka dalë në vendin e 8. Dhe të ka up medaljen. Që mirë, po sporti i bowlingut e ka një specifik që nashta sportet tjera nuk e kam, për shembull Gania dhe Kaula o dasht me lujtën 3 ditë ka 4 orë. 3 ditë ka 4 orë, që do të thotë i kanë lujtë 24 lojë, edhe me u kyç ose me hin top 12. Kurse në sportet tjera ndodh me një luftë, me një pushim ose me një diçka,
mundesh nashta me luftën e tretë, që do të thotë te na me lojën e tretë me hin drejt në finale. Jo, te na është ndrysh, te na është pak sporti bowlingut është pak më i rom, po na e kena zgjill vet edhe na shpresojmë që na s'po folëm në arenën ndërkombëtare, po flasin trenerat dhe njerëz e kësaj fushë që janë shumë përvoj, po flasin për lojtarët e tonë. Në këtë rast po flasin për shembull për Kaulën, se Kosova është një rrezik potencial për krejt shtetet e Evropës që ndoshta mas larti mas 2027-s besoj shumë që sa herë dalëm qoftë në ACC, qoftë në kampionat botëror, na nuk kena më u kthy pa medalje, sepse kena punu shqetësiki edhe ma herët Gania, i kena po do ondra pak ma mëtje edhe kena punu në tonë, kemi në nalë dhe shpresoj që mundin nuk kam na shku hosh në këtë rast edhe dua dhe me falenderu Ministrinë e Kulturës edhe Sportit që shkurt të shqip që 2 vite faktikisht i ka nimu federata në përgjithësi, po në këtë rast në veçantë i federatës tonë ja ka dhënë një boost këtë të fuqishëm për krahjes materiale që realisht na veç duhet me vazhdu punën tonë dhe shpresoj që shumë shpejt nuk kam na shku se erdhim studio këtu kena me ardhur me medalje, jo me ardhur në kuptimin që me i nda eksperiencat se çka kemi base çka na ka ndodhur. Mbas të asaj që u tregu deri tash nuk dyshoj që është vetëm momenti i arritjes suksesit. Desha me pyet Ganiu, na për shembull ne pjesa jashtme shohim bowlingun e merr topin edhe kimë gjujt mirëxu birilat. Po në profesionalizëm çka ndryshon, çka dallon, çka duhet me ditë në profesionalizëm ose a ka teknika të hedhjes topit e çka tjetër? Me që mpyte mu, po tregoj, po kjo është më ekspert, po unë po tregoj. Do të thotë atë topi do të më gjumë me efej, do të me sjell topin. Okej. Ajo staza është e lyme me vaj. Edhe te sjell topin, ajo topi shkon sa në vaj, veç vazhdo drejt. Si është pjesa pa vaj, topi kthej. Do të thotë gjujtën kimi bën me efej. E gjuan edhe e kthen. Shpejtësia është në pyetje. Nëse e gjuan shumë shpejt, i rëzën ca berila edhe një ambetët. Po nëse gjuan nga dal, shkon i rëzën do, sa rrimi i rëzu gjitha. Po nëse gjuan taman, i rëzë gjitha. Se do të thotë kur se gjuan shpejt, po gjuan taman, ato berilat kur rëzohen njëna tjetër, pastaj punojnë ato, po në njëna, po në tjetra, derisa i rëzojnë gjitha. Do të thotë ka teknika. Ata që e pyete Ganien fillimisht është mirë tek njerëz që nuk janë profesionalisht kyçun sepse po desë na shohit unë kum hulumtu edhe në statistikat tona tash edhe kur rekrytëm Kupën e Kampionëve të Evropës, e patëm edhe kongresin e Federatës Evropiane, u zgjidh kryetari e kryesia, edhe u diskutuan shumë sene aty. Njëna prej tyre vket që sporti i bowlingut luhet më shumë ti botë. Domthonë si lojë, jo si sport, nuk ka nashta edhe çtu pi stafit ka plot që shkojnë nashta jo shpesh, por shkojnë lujnë. Topat që përdoren profesional nuk janë topat e zakonshëm që përdoren të plastik, se këta janë plastik. Topat profesional janë tjerë sepse kanë një core, një teg mrena, që aja ja mundson efein me marë si topat e futbollit që një top i thjesht nuk mënesh gjujtjen e lirë me marrat e efein, po me top profesional e bën edhe merë. Domthonë topat në bowling çka përdoren pi sportista profesional janë topa profesional janë me teg mrena, janë me material të ndryshëm, edhe ka disa lloje tyne, janë urethane tash që përdoren më shumëti, janë mix, domthonë plastik me atë farë materialin është sikur forma e gipsit, po diçka material më i fortë, ka topa solid me shtresë jashtme që do të thotë vetë fjala solid është më i fortë, ka pearl që janë më të polirat, domthonë shkojnë pak më gjatë, këtë varësisht porzët e tregoj Gania që patenat ato pistat që vizualisht nuk dokën, pak vizllojnë janë me vaj. Do të thotë ka shtresë të vaj deri në 42 fit, që do të thotë në 2/3 e pistës që e sheh me sy vizualisht janë të lyme me vaj, e pastaj fundi beki është i pastruar. Totalisht që ajo është zona kur topi tani duhet me marr fellçin, se ai top kur e sillti me fellç, ai duhet më kap dikon. E çaja zona e fundit është ku e mundson fund golit. Mirë, po gjithherë ty vajit harxhohet. On golf, për shkak me marr sportin e golfit, golfi e ka erën,
e ka atë zallin, e ka atë barin edhe ujin. Mirë po janë vizuale, ishe bowling e din fillim, po në gjysë në lojën e 4-5 nuk e din. Del zalli knena, domon se vizualisht nuk shifet, e prandaj duhet me pas kujdes çfarë topi përdor, lëvizjet, nuk mënesh me lujt gjithherë në njëjtin vend, për shkak njëri zakonshëm shkon luan bowling, i luan 2 lojë, luan gjithë në njëjtën pjesë, na me fellsh nuk mujna, se kur të nisën në lojën e tretë me tu harxhu vaj, në njëjtën vik ku ke gjujt, topi të kapet shumë më shumë, domon është sport specifik, po është edhe challenge, është domon sfidues që unë po them vi edhe pi sportit futbollit, sot për shembull me vet, unë e du bollingin shumë më shumë se sa futbollin qoftë edhe për rekreacion, është sport që ngërthen vetë shumë specifika, po çato specifika unë besoj që e bojnë një sport shumë atraktiv edhe shumë sfidues. Ka njëherë thojmë s'ka me shku ma, se nervozohesh nuk çka mirë, po nesit mas largti, si ti pa ishtë topat, me në nki qef mi marrë topat e bollingot edhe me shku. Edhe për fund, deshta me pyet Kaulin dhe Ganin, cilat tash mbetën planet pas përfundimit të këtij kampionati? Normalisht, punë e vazhdueshme, e kemi domethënë tash të vazhdojmë edhe me ligën e bowlingut Kosovës. Aty normalisht pritet na për xhiro me dhon maksimumin, me fitu diçka aty dhe normalisht me vazhdu pastaj me garat evropiane që kemi besoj prej vitit të ardhshëm. Sidomos vlen me u cek kampionati evropian i juniorëve, aty ku besoj që kemi marrë pjesë vitin tjetër në Gjermani, në Berlin. Aty shpresojmë që kemi me kap diçka kur vijmë herën tjetër këtu me një medalje. Për juve Gani? Që na është më rëndësi na mas pari kemi fusht ushtrime, nuk kemi. Ne garat i mojmë privat në Ferizaj, ku mujna dikon. Ne kanë mundësu më lujt, po s'kem në Prishtinë, do të në gjitha sport ka një fush ku ushtrojnë. Na s'kemi. Ta shtim të mojt ligën. Shpresoj që vitën e ardhshëm këna arrit se dhe një makinë që i lynë stazat ne ka mundësu ministria, e kena ble, ajo për në ndihmon shumë, kështu që vitë në ashëm besoj që kena pas ma shumë sukses. Unë ju falenderoj shumë që shqetëson të me neve, me spjegu sa do pak për bowlingun, me mësu njerëzit për punën që bëhet brenda, se jo shumë raste dëgjojnë për bowlingun, jo shumë raste flitet për bowlingun. Falenderoj shumë dhe. Shpesoj që dëgjues kanë marrë informacionet të mundshme. Falenderoj shumë. Falenderoj kolegë. Besoj që ja arrita me drejtu emisionin me të një musa. Absolutisht. Falenderoj shumë, ju falenderoj edhe njerë. Edhe juve për shtetjen edhe supportin që pja japni si cilit sportin këtë rast edhe neve me full një dritare e vogël për me prezentu punën tonë. Falenderoj shumë. Dhe ko ju urojmë Garuzët Bowlingut sukses, ne shkputemi për muzikë dhe marketing.